Kupa e Europës në atletik evidentoi përsëri Franco Burraj talentin shkodran si më të mirë atletikës shqiptare. 2 medalje dhe 2 rekorde kombëtare në 200 dhe 400 metër. Franco Rime mbajtet fjalën sepse përpara nisjes në Sloveni premtuat për rekord dhe medalje. Edhe një herë Rime. Faleminderit Gasper, ne ishim përgatitur faktikisht për 2 rekorde, forma ishte shumë e mirë edhe pse jo ne mendoshim se të zbresim në kuotën e 46 sekondave, po ashtu edhe në kuotën e 21 sekondave në garën e 200. Forma ishte fantastike, natyrisht edhe gara bën vetet sepse jemi në Kupën e Europës edhe në ligën e tretë, por natyrisht edhe konkurenca është shumë e madhe. Ishin 2 rekorde, njëri pas tjetrit e vështirë, 2 ditë gara, 2 rekorde të një pas tjetrën. Është e vështirë, gara 400 besoj se është maksimumin, edhe besoj se në garën 200 kam rezerva edhe më tepërta, pse jo të zbresim përsëri rekordin në garën 200. Ku një garë të shkojmë të freskët vetëm për rekord të garës 200. Sipas programit, gara parë ishte vrapimi 400 metër dhe e ulët rekordin tuaj personal, futët në histori. I kënaqur për këtë apo kishet rezerva ndoshta diçka më shumë? Jo, unë faktikisht thash maksimumin, edhe që unë mendojmë është sepse konkurenca nuk ishte edhe aq e madhe dhe shpresojmë që në të ardhmen kur të kemi konkurrencë të afërt, natyrisht edhe rezultate të bie, kemi kampionate shumë të rëndësishme, kemi Ballkanikun ku aty realisht shpresojmë përsëri për një rekord, sepse konkurenca është më e fortë. Sërish me garat e Slovenisë, pra 2 rekorde, 400 dhe 200 metër. Cila prej tyre ishte më e vështirë për ju? Po besoj se gara 400 është gara më e vështirë, kisha edhe më shumë emocione sepse është një garë që unë realisht stërvitem fort për atë garë dhe fokusim kryesor është gara 400. Dhe tashmë përsëri në stërvitje, edhe pse periudhë vere, Franco Burraj dhe kolegët e atletikës Kuqë Blu vazhdojnë të stërviten për një aktivitet të rëndësishme siç është kupa në ndërim të Gëzim Memes, por edhe Ballkanjata në Greqi. Po, ne kemi një garë shumë të rëndësishme, që është gara me datën 4 në Shkodër, ku ne realisht do të provojmë se jo të thyem rekordin e garës 100 metrash. Edhe të him për në rekord në garën e stafetave, që besoj se do ta them rekordin e 4x100 që mohat nga vetë vllaznia. Pra me njëherë pas rekordeve në Sloveni, ju tentoni rekord kombëtar edhe në garët e Shkodrës, kupën Gëzim Mema dhe me pas në Ballkanjatë? Po, besoj që po, natyrisht do të kishte një gjë shumë e bukur që të thesha rekord përsëri në Shkodër, natyrisht është e vështirë sepse është garë 100 metrashit, apo unë realisht nuk kam pas të vitje për atë garë, po forma shumë e mirë dhe shpresojmë se jo të kemi një rekord. Tashmë synimet janë për garën 100 metër, për rekord? Po, me datën 4, natyrisht që fokusi jonë është me gara 100 metrashit, atë pastaj do të kthehemi përsëri në stërvitje dhe të fokusohemi për 400 për kampionatin ballkanik. Temperaturët e nxehta gjatë kësaj periudhe verore, sa ju pengojnë ju dhe trajnerin tuaj Bruno Rotani? Jo, faktikisht temperaturat e nxehta janë pothuajse të favorshme për sportin e atletikës, natyrisht që muskuli është në temperaturën më ideale për të bërë stërvitje, natyrisht ne na pengon vetëm pjesa periudha e dimrit, ku realisht është shumë e vështirë. Pjesën tjetër jemi shumë mirë. Franco, urojmë edhe një herë për rekordet në Sloveni dhe urojmë dhe shpresojmë të rekord përsëri me datë 4 në Shkodër, Kupa Gëzim Mema dhe në Ballkanjatën e Greqisë. Shpresoj që po.